Në këtë episod do merremi me thashë themet për VIP-at dhe historitë e errta. Sekretet e tyre më të mëdha. Sa sekrete që nuk duhen thënë në ekran, por ja që ne do t'i themi. Sepse po si tham ne kush do i kush thot. jemi ne? Oh, okay. Unë nuk e di se si ne marrim për sipër të themi gjëra kaq të rënda A, dhe me të se janë dhe rrezikshme. ash, jo. Jo, janë, disa prej tyre dhe janë. Jo se nuk i di njerëzit, po fakti që ne i themi po- me zë dhe me figurë. Ndoshta edhe Tregon nuk i shumë për ne. din. Ndoshta edhe nuk i din edhe do nisim me të parë. Por para se të nisësh, bëni subscribe, mos humbni asnjë po. nga produktet e reja të Andales gjatë verës. Sekreti i parë. Busha, se është serioze. Isha në aeroport dhe afër me ishte Mateo Borri. I ra pasaporta nga dora dhe për ta ndihmuar ja mora për t'ia dhënë, sepse ishte i ngarkuar. Më ka parë me një urrëti, as faleminderit, as një gjë, arrogancë e gjallë. E di unë, ka menduar se po flirtonte me të. Ose pastaj njerëzit ndonjëherë zgjedhin të përdorin dhe fjalët e gabuara. Ata pse do ta shikonte ai me urrëtie, dikë i cili e ndihmoi po Mos thënë. nuk e ka dëgjuar që Pjesë Mateo nuk e i ka thënë faleminderit të la? Mund të ketë qenë në një moment të keq. Mund të ketë qenë i lodhur, njerëzit në aeroport zakonisht janë të lodhur, fluturime Mund të ketë qenë gjata. pasi ka ngrënë një bugaçe, i ka rënë një Ose çikë. pasi bëri atë këngën e Se na tmerrshme. mbes kjo. Jo, nuk e di. Njerëzit edhe gënjejnë. Po, ndoshta edhe mund të ketë hipur çik vetja në qef la? Po. Tani kjo imja është pak me një emër akoma më të madh se Mateo. Thot, kam punuar gazetare në një televizion. I kërkova një intervistë Noizit. Ishte bashkë me Varrosin dhe filloi duke shitur mend që ti je fansja imja dhe më ke shkruar. Dhe unë nuk ta kam varur, kur unë thjesht thot gazetarja doja një material të shkruar prej ti. Nuk e di se për çfarë gënjente mendja. E para njëra mund të ndalojmë te fakti që gjithmonë Noizi është me Varrosin. Normal. Po janë gang, o t'jar. Vjen keq, tash edhe Noizi dhe Varro. Po shiko, nuk është në gjë rënd. Kjo Ja, gjithë s'është VIP-at e rëndë. anullojnë intervista dhe ose s'pranojnë për të dhënë Unë mendoj intervista. që kjo mund të ketë ndodhur, se edhe Noizi patjetër me aq shumë femra sa e ka shkruar, ai thot edhe ti më ke shkruar, kupton? Po Fix, s'ma mi ta thot gjitha në i trajtoj vesh. ashtu, tash jo burri dhe, se çai ka thënë a dua një shkrim, një butallik, ç'a diun. Nejse, personi të cilin unë do përmend tani është shumë person i famshëm i rrjeteve sociale. Një influencer thot, po ju a them emrin se i nxirrni të gjitha ju, por unë e kuptova kush ishte. Barku. Bën sikur jeton një jetë luksoze, po në fakt nuk ka as makinë dhe merr taksi e u kërkon ta çojnë pa lek se do me marr çdo gjë qyl. Fake life. Qa na tha? E po mos ket as makinë. Nuk e dini. Shiko, jeta në rrjetet sociale është një gënjeshtër e madhe E dhe vërtet. kjo vlen Nëse- për gjithë VIP-at. Nëse më shikoni mua shumë të dobët, di që kam bërë Photoshop. Ky hiqet E kupton? si i varfër, Jo, por në mendo vetvete. për shembull të jesh duke bërë një video 150.000 euro makinë dhe mos kesh një makinë dhe ti thua taksi, mam ço deri aty po pa lek. Turp, unë s'do e bëja dot me thënë. Për të drejtën. zotin nuk e di, është për te ndonjëherë. Po fytyra. shiko, unë mendoj që nuk është vetëm një influencer, por janë Janë disa disa, që bëjnë po. këtë lifestyle E dhe e vërtet. kanë gjithën Po. të ndërtuar në bazë të një gënjeshtre. Dhe me qenë se jemi tek disa influencerat, për një tjetër influencer e thot. Një influencer është shumë e famshme që bosi mega ultra rich dërgon motrën e vet ose na i shoqe me marr pakot nga dhe i rroba. Dhe ato çantat që i nxjerr i merr tek shoqja ime që i blen Turqi. Aha, sta turp se sillen ndryshe nga ajo. Ja. Ça janë? Ja, Ba, doli një pra, gjë e doli. re. Kush e ka doli. shkruajt për mua këtë? Një gjë e re. As këtë nuk e dinim, a? E, pra, po. Se kishim dëgjuar kur. Unë një gjë nuk kuptoj. Është okay të mos jesh super i pasur dhe të blesh çantat e fundit apo të vishësh me firmato, po pse Po. e shet këtë gënjeshtër të ndjekësit Po e tash, tu? do Sepse rritur ke pazari, vajza o të reja burr. që i shohin si idhuj këta Shiko. njerëz, edhe influencojnë dhe trishtojnë, thon pse unë s'kam këto. Kur ndihesh ndonjëherë më pak se sa ti mund të jesh, pra ato ndihen më pak se sa të tjerët dhe përpiqen të bëjnë këtë jetën e shtirur, se unë shpjegim tjetër nuk i jap dot. Qa problemi ka nëse ti atë çantën firmë nuk e blen dot dhe blen një çantë pak më të lirë dhe ti e reklamon gjithsesi se është jeta jote në fund Shiko. Mo që bë kontent me ndonjë gjë Po, tjetër, jo me Po, e di ç'a ndodh këta Duke bë njerëz kontent me rich kënaqen. life edhe ndërkohë si as rich, e Po, kupton? këta njerëz kënaqen ose jetojnë atë fluskën e tyre, shiko se un kam njerëz të cilët influencojnë nga unë dhe mendojnë që un jam rich, kështu që këta ja fiksojnë vetes. Po. Me thënë, këta e mendojnë realisht shiko se un jam i pasur dhe kjo çantë 20.000 lekë është në fakt 2.000 euro. Me thënë është e frikshme, është e frikshme. Me dreseja ndërkohë. Largohemi pak nga influencerat sepse un kam bombën e radhës. Kjo është një këngëtare shumë e famshme shqiptare. Kam qenë në X Club thot në Jug, ku këndoi kjo vajza dhe asaj po ja lypnin. Wow. Këtu vjen situata dhe nxehet. Kjo vajza i tha, a ke shtëpi në X vend në Jug?
se aq është minimumi im. Të paktën e pas ka minimumin goxha të lartë. Pra sa po kaloj, Ajo për një po rritën standardet. Ajo për një çantë, kjo tjetra për i vila nga jugu. Shiko, këto mund t'jenë dhe thashë themi që i shpikin njerëzit dhe gënjejnë për kënaqësitë e veta. E vërtet. Do ta bëja unë këtë disclaimer. Se minimumi për një shtëpi Por a do ishte Është pak i lartë, Dëgjoj. A do ishte i lumtur Për i Kostiani nëse kjo gjëja do ndodhte vërtet? Patjetër thot Kostiani. A nëse të më afroni mua, pa tjetër, mos i uni standardin, po besoj të ketë ndodhur. Nuk besoj të ketë ndodhur. Kjo është përtej ndonjëherë, përtej normale, duket sikur janë fantazi. Nuk e di. Unë mendoj që kjo është historia më e rëndë nga të gjitha. Aman, qafsh të keq. Jam punonjëse të një X spital privat këtu në Tiranë, që nuk po i përmendim. Okej. Dhe shpesh herë më ndodh që jam turni natës në urgjencë. Nuk e di se sa herë kanë ardhur artiste femra, sidomos një këngëtare shumë e njohur, në overdose dhe gati afër vdekjes. Oh. No. Mos i besoni se bëjnë jetë shumë të shturur edhe pse janë të martuara e me Oh. Dhe kishën ngel pa hit verë. Nuk Kjo është nuk e di ato qaj, ato qe. Është të ra? Më ra nga overdose. Siko, kjo është një lajm shumë i përhapur dhe një thashë them që flitet kudo në internet që vipat tan kanë një jetë të shturur, si me alkoolin, madje edhe me lëndët narkotike, por asgjë nuk është vërtetuar dhe ndoshta Nuk është e mbetet vetë thashë vërtetuar, them. por ama unë besoj se këto gjëra ndodhin, sepse më duket sikur shumë artistë, sidomos kur arrin kulmin e karrierës së tyre, fillojnë të kenë dhe nga këto varësit, jo të gjitha, për Po, mos i si futur ndodhe në një botë, test. se nuk është se i kemi Po në shpikin e botë, jo, shqiptarët. patjetër. Kështu që nuk është se habitem nëse kjo gjëja ka ndodhur vërtet. Por është gjyna sepse ne kemi një tjetër imazh për disa njerëz dhe për disa artista. Këtë e kam unë pra që shiten ndryshe dhe janë Ashtu ndryshe. tepër kur duket sikur ke një Se familje është shumë okej të një lumtur, reper me i një cili jetë këndon, shumë të lumtur. është okej kur një reper që këndon për ku do t'jun drogën e kështu dhe ka atë lifestyle atë ka. Po është tjetër kur një këngëtar, balada, ose ku ta diun dashuri që Zemra janë njerëz në fund të ditës, ne e dimë që këngëtarët tanë bëjnë muzikë për tregun, çfarë pëlqejet, jo se si ndjen ata. Po normalizon përdorimin e drogës nga këngëtar. Absolutisht jo, të paktën publikisht jo. Shaka. Po që nuk më duket ndonjë gjë, domethënë se njerëz janë në fund të ditës. Jo, por është e rëndë sepse ajo thotë që kanë ardhur disa herë afër vdekjes. Tani se cilin më i përgjithësi. Koka pësoni, thot populli. Po, e vërtet. Kalojmë tek reperi i radhës, i cili thot: unë jam takuar me reperi në një gjitha në verë vëlla nga jugu më çmenët fare. E po jem verë tash Në një resort shumë të famshëm. Ishte shumë tap dhe po më ngacmonte, po ishte aq fan i shkreti sa që se merja dot serio. Ha, anonim ju lutem. Atëherë kjo që ka shkruar është Bedrie, Kasëme, Rexhepi. Ishte se do të anonim vajza. Ja, po që, okej, duket ndonjë gjë të gjithë raperët nga s'po mundësisht këtë mund ta them edhe me emër. Po pra pikërisht. Me që sezoni i ri na pret në shtator dhe shumë ndryshime flitet që do të ketë si në televizion, si në muzikë, si në art e kulturë. A të bëjmë ndonjë parashikim se çfarë mund të ndodhë? Më lër të marr pak filxhanët, globin e kristalit. Hajde, Fieri Kostiani e bën Ja të fiks pozicionojmë. Me këtë do e nisim. Unë them ta nisim me atë që kemi mbyllur së fundmi me Arbana Osmanin. Sipas një parashikimi tim, unë nuk kam parë filxhan as letra, por mendoj që Arbana nuk do të jetë në sezonin e radhës me Ferma. Ja, me vërtet u desh shumë për ta parashikuar këtë. Sa shumë u mundove Kostiani pasi pa që Arbana hoqi gjithë nga follow gjithë njerëzit e vizionit. Ja, unë mendoj që do të vazhdojmë me Mirëmbrëma Yje me programin e saj në YouTube, por nuk do të jetë pjesë e Ka ndodhur një debat, është thënë dhe përflitet midis Arbanës dhe producentëve dhe drejtuesve. Por nuk ka disa njerëz të produksionit. Por nuk kam mjaftuar me aq sepse thuhet që ajo ka prish relata dhe me gazetarin Eraldo Rexho me cilin ka pas miqësi prej vitesh. Pra thuhet që Arbana është ndar në terma jo të mirë me stafin e fermës. Dhe kjo vure edhe në natën kur u bë post ferma. Po ishte as faklap, nuk ishte as te festa e fermës vit. Tha që do mbetet një kujtim i bukur, kështu kujtimet janë ato që ndodhin një herë dhe nuk përsëriten. E vërtet. Banën e kemi aty tani. Me që jemi te Bana, Luanën ku do e kemi? Luana flitet që mund të rikthehet me Shiko kush Luan në Top Channel. Dhe do bënte shumë mirë. Do bënte mirë, patjetër se Luana duket sikur mbledh njerëzit shumë të famshëm dhe thjesht argëtohen aty me njëri tjetrin. Po nxjerr dhe lajme ama. Mirë urtë e butë, po. Mua më pëlqen, më ka pëlqyer gjithmonë formati Shiko kush Luan. Unë mendoj që ai format është i bërë për Luanën dhe se për shembull te Love Islandi, okay, mirë ishte, po siç bën këtë program nuk mendoj që ai ka qenë kulmi dhe prime i Luanës në televizion, them unë.
Luana që kur vajti pastaj bëri zemër Luana, bëri Love Island, pastaj That was po, ishte pak nuk e di ferma se Sorry, kush mallkimi Luana. çdo Love moderatori e bëri Fior Alba u zhduk. E bëri Luana. Unë mendoj që formati bëri është shumë i Arbana? bukur, po varet se ku bëhet, kanali që transmeton. Okej, Po, është e kjo. vërtet, reality janë shumë të bukura, sidomos te ne. Tani, me që jemi të reality, dihet që Ledioni besoj do jetë prap në Big Brotherin e Patjetër kjo nuk Shqipërisë. diskutohet, po gjeje se kush mund të rikthehet afër Ledionit. Si afër Ledionit. Jo mund të rikthehet, mund të jetë për herë të parë. Kur? Selin mendoj unë, mund të jetë Oh. moderatore fan klubit. Po e kemi dëgjuar këtë. Moderatori fan clubit dhe Fan s'ka club. opinioniste. Jo, do me thënë, ajo patjetër që do e bëj një emision, po çfarë do t'i rinte shumë mirë Selinas? Sipas burimeve të Fan mia, klubi. Selinës ju ofrua në fakt procesi sportiv, pra emisioni i Manushit për Manushit, botrorin, po. por e refuzoi dhe për Dhe kënaq të shumë plani mirë ka dytë. bërë. Dhe shumë mirë ka bërë. Nuk mendoj që mua- Selina është e prerë për një format si sporti apo futbolli. Mendon që fan klubi do i rri më mirë, do ja Po, dalin. sigurisht. Patjetër, ajo e një Selina shumë ka mirë atë goxha lojën. eloquence. Është shumë e mirë, shumë e zonja. Po jo, ka një problem. Selin dhe Kiara. Është mes tyre dy jave. Po sepse Kiara ka qenë moderatore, E pati një fundit e sezon të sezonit. Gjithë suksesshëm. respektin Kiara sigur ka kaluar koha te fan klubi. Shiko, çdo sezon ka pas moderatorë të rikshur, nëse Kiara rikthehet, i bie që është goxha e mirë. Po mirë, nëse Selin do bënte një sezon shumë të suksesshëm profesional, po në jetën personale, çfarë mund të a do fejohen apo do Shiko, nuk ndahen? e Po, di, mos un guxo, jam mos. shumë pro dashurisë, por nuk e di, do të bëj një parashikim Mos. që në fund vitit Do ata të zihemi. dy mund të Jo, nuk ka ndahen. shanse. Si Pse? thua që Selin dhe Gimbo do fejohen? Sa i Po. thot do E ndahen? bëjmë bast, pra kujt i dali këtu do Priteni jemi. bastin. Priteni Dali, bastin. Me bast. Me bast. Kur do ndahen? Nuk do ndahen. Nuk, Ti thua do ndahesh, unë them nuk ndahen. Kur do ndahen E ato? pas- Dhjetor gjithë. 2026. Kur do fejohen Kostian? Nëntor 2026. Rrimu Po i nuk para, do e ndahen bën- sa e të bën është për shumë inatin bukur. tënd. Ja, online, janë ke kjo pas- thjesht- Online flasë se unë live njeri Un jam single vetë do ndahen të gjithë prandaj. Jo, unë nuk dua që ata të ndahen, mua ata më pëlqejnë. Dëgjoj, meqense do nisi dhe Big Brother, hajde bëjmë një parashikim kush mund të jetë banor këtë vit. Unë nuk e di kush mund të jetë banor, po unë them që Monika dhe Arbri do rikthehen sërish si opinionist. Monika bëri show. Unë mendoj që të dy ata do jenë sërish, do jetë e para opinioniste femër që do rikthehet, se të gjitha Si kanë kombinim dua- ishte i suksesshëm. Po, Mund të po, themi unë ishte dua vetëm të nga shoh- femër që Arbri shkoi shumë mirë. Unë dua të shoh dikë tjetër në vend të Arbrit. E ka E kam mbyllur ciklin. Më vjen keq Ka Arbër, ko. po e kam mbyllur. Por mua Arbri e kam duket mbyll me sikur kohë. për E kam ton, për mbyllur, ton ta nuk kam më bëj tani nerva. atë. Bravo, nuk kam më nerva, do të thënë Arbri sigur i thot Ledioni, mos më thoj asgjë, e di veç çfarë do them. Por gjithë- Arbri që ishte shumë i mirë në ato fillimet e Big Brother, mua më pëlqente shumë. Ej, me që the ti se kush do futet, kam dëgjuar që do futet në fakt Akili i Fermës, po flitet që mund të futet te Ashtu? Bigu i Kosovës. Okej. Zogjtë e mim kanë thënë që ishte takuar me Olsa Muhamedin, Po. aty nga stadiumi. Ore, unë tani se para disa kohësh na thanë që Akili do bënte një bashkëpunim Një me një bashkëpunim këngëtar me- që Ah, ishte me s'doli ai Luizin. bashkëpunimi. Pse Po. s'doli kur ai kështu bashkëpunimi? janë Po ndoshta komplet. do dali kur të jetë në Big Brother. Base po Pra ndoshta Akil Varfri do bëj bashkëpunim me Luizin kur Akili të jetë në Jo, Big që e Brother. kanë bërë bashkëpunimin ata e Ej, kanë Ti bërë. ja publikojnë mirë. Që shiko, unë mendoj që ne duhet jemi sy e vesh se kush do jenë pjesëtarët e trotuarit e diellës, se gjithë këto që futen në Big, Po. Manushi I rrotullat rrotulloni një herë në programet e veta. Çfarë procese e Kështu diellë? që unë kam parë disa tek tuk që po përsëriten shumë këto kohë, kështu Ha, që kush mund të jenë është? ata. Kush është? Ore, Gjeneta është shumë afër. Xheneta. Gjeneta i duhet. Gjeneta- Big Xheneta Brother. thuhet që mund të jetë opinioniste ose banore. Ja, pjani, Opinioniste. fute më Gjenetën aty. Po, o, Gjeneta burr. është për Është çfarë për Fute show. Gjeneta është për show, Është për burr. show. Gjeneta nuk Vërtet. është për opinion, jo se Nuk s'di ka. t'japi opinion, Jo, do jo. sa dhe nuk di. Po, bën show, show. Banor, girl, është bën është për show. show Gjeneta tash. Për një gjë bigemi She's të a tretë berry, akord këtë po. episod. E vërtet. Ne këtu do jemi, parashikimet tona ndoshta dalin, ndoshta O, po që s'dalin. do dalin, se ne kot nuk marrim mikrofonin t'ua themi ju. Po, e,